Albin Kurti sot e prezantoi kabinetin i cili nuk u votua. Kurti dhe kabineti i tij morën veç 56 vota. Hajde t'i komentojmë disa prej emrave të propozuara. Por para se t'i komentojmë, po du me tregu që jam i gëzuar sepse ka fituar Real Madridi. Kishte propozime interesante, vrej një vazhdimsi nga qeveria Kurti, disa shpërblime e disa ndëshkime. E para punës, mirë që s'kishte asnjë të propozuar nga lista serbe. Në qeverin Kurti 3, Glau Konjuvca u propozua për zëvendës kryeministër të parë dhe ministër të jashtëm. Ishte propozim që i sakaton thashathamet për prishjen mes Kurtit e Konjuvcës. Është spekulu goxha se ka një ftohje në marrëdhënie mes Kurtit e Konjuvcës. Ky propozim ishte sinjal i një mesie që ende vazhdon dhe një lloj vazhdimësie e prezencës së vetëvendosjes së vjetër në qeveri. Edhe Donika Gorvalla propozua për 2 poste, duke ndrru dikasterin, zëvendës kryeministre dhe ministre drejtësisë. Përmes këtij propozimi Kurti tregoi që nuk ka qenë i kënaqur me punën e Albolena Haxhiut. Duke njohur karakterin këmbgolës të Gorvallës, ky propozim është sinjali i Kurtit që reformat në drejtësi do të tentohen edhe me më shumë zell. Hekuran Morati, Xhelal Sfeqla, Ejub Maqedonci, Arben Vitia dhe Artane Rizvanolli janë emrat që kanë qenë edhe në qeverin Kurti 3. Pra Kurti po e konfirmon që është i kënaqur me punën e tyre në financa, ekonomi, shëndetësi, ushtri e polici. Kurti ndeshkoi keq Arbrina Gavcin duke largu nga ekzekutivi, bile zavendsoi me Avni Zogjanin. Kurti nuk harroi me dërgu edhe një mesazh politik publikisht Libon Aliut, bile më shumë se mesazh ishte një lloj ironie politike tepërtherse. Libuni u largua nga qeveria për shkak të zgjedhjes së Dim Albashës si kryetar i kuvendit. E çka boni Kurti? Si për inat e propozoi Bashën bashkë për ministër të infrastrukturës, pra për pasardhës të Libunit në këtë dikaster. Me pëlqeu propozimi i Fatmis Fahiut Bufit për ministër të kulturës. Si njeri i kulturës, si aktor i njohur, Bufi mundet me ka një teknokrat i mirë, pasi i njeh problemet e kinematografisë kosovare o aty hallet e përditshme artistëve. Po ashtu gëzova që një djalë rom me preardhje nga Prizreni, Sejnur Veshall, u propozua për ministër. Është hera e parë që dikush nga komuniteti rom, që dorën e zemrës është komuniteti më i diskriminuar në Kosovë, propozohet për ministër. Uroj që kudo që të bëhet qeveria, kushdo që udhëheq atë qeveri, me propozu prapë Sejnurin për ministër. Do të ishte një fitore e madhe simbolike komunitetit rom. Kaq për meje, shihemi.